Të gjithë jetën e tij ai ja kushtoi profesionit mësuesit si dhe përgatitjes së pajisjeve të laboratorëve e mjeteve didaktike për lëndët dhe shkollat e ndryshme. Ai ka punuar si mësues i lëndëve të kimisë, gjeografisë e biologjisë deri në vitin 1966. Më pas si mësues i lëndës së kimisë dhe nëndrejtor në gjimnazin Qemal Stafa, ndërsa nga viti 1983 deri në vitin 1995 krijoi një sër studimesh, projektimesh dhe eksperimentimesh në fushën e pajisjeve, aparateve, mjeteve didaktike, pranë Byrosë së Studimeve dhe Projektimeve të Mjeteve Didaktike. Pas daljes në pension, mori iniciativën për ngritjen e një firme për furnizimin e shkollave me bazë materiale didaktike dhe laboratorike për nivele dhe lëndë të ndryshme shkollore. Për mëtej, do të ndjekim intervistën ekskluzive që dha për emisionin Gjurmët zoti Xovasar Çakmakxhan, mësues i merituar. Na ndiqni. Profesor Sari, faleminderit që pranove ftesën e emisionit Gjurmët dhe të uroj sinqerisht për këtë rrëfim që do të bëni përpara të gjithë shqiptarëve për jetën tuaj si mësues, por jo vetëm. Faleminderit për ftesën, por unë do përqendrohem rreth parë në dy koncepte ose dy ndjenja në aspektin e një përshëndetjeje që ka të bëjë me përshëndetjen e emisionit Gjurmë. Unë e përshëndes emisionin Gjurmë, e kam ndjekur dhe më ka bërë përshtypje sepse gjithmonë në mendimin tim, në shpirtin tim, unë edhe kur shoh njerëz ose takoj njerëz, të gjithë njerëzit në botë vinë dhe shkojnë dhe lejnë gjurmë. Qoftë këqija, qoftë mira. Ky emision përqendrohet në gjurmët e mira. Gjurmë do të thotë një jetë, një njeriu qoftë edhe të thjeshtë, edhe një muratori i cili ka lënë gjurmën edukimin e fëmijëve të tij, i ka ushqyer me thërime, por i ka nxjerr inxhinier, i ka nxjerr mjek. Gjurmë do të thotë mësuesia, që është me të vërtetë një profesion shumë i lavdishëm, një profesion që me të vërtetë lën gjurmë tek nxënësi, studentët, gjithë jetës. Gjurmë do të thotë edhe shumë jetë njerëzish të tjerë, të thjeshtë, por edhe që ka dhënë kontribute. Njeriu në botë duhet të lejë një gjurmë pozitive. Po, pikërisht profesor Sari, ju keni lënë gjurmët tuaja të pashlyeshme tek të gjitha ato breza nxënësit që kanë dalë nga dora juaj në arsimin shqiptar, në kryeqytet. Na flisni pak, ndoshta nuk e kujtoni mirë ose e kujtoni fare mirë ditën tuaj të parë të punës si mësues. Po. Përpara se sa të filloj për të treguar atë karrierën time si mësues dhe fillimin, unë do të bëj edhe një falënderim me të vërtet shpirtëror. Unë falenderoj ish nxënësit e mi, ish studentët e mi, ish bashkëpunëtorët e mi, mësues, pedagog, didaktë e të tjerë të cilët kanë kontribuar pikërisht që më dhe influencuar për të lënë edhe unë një farë gjurme modeste në jetën time, karrierën time si mësues. Në këto 4 dekada të kontributit tuaj për arsimin në Shqipëri. Po, dita juaj e parë punës. Dita ime e parë është shumë signifikative, si më thënë, do më thënë se unë kam marru institutin 2 vjeçar pedagogjik fillimisht në degrën biologji, gjeografi, kimi dhe masi marrova pak me vonesë fillova mësimin në Tiranë në shkollën Migjeni. Nuk e harroj ditën e parë sepse ka qenë një ditë pak patjetër emocionuese, më merr me vete për dore një mësues i merituar, me të vërtetë një drejtor i merituar, Koço Kostaqi quhesh, të cilët brezët e përparshëm e kujtojnë, kishte marrë pedagogjike dhe me autoritetin e tij më merr për dorë, thotë mos ki ndrojtje, je i thjesht, hyri brenda në klasë të 7 dhe do jepse biologjion e parë. Dhe më prezantoi dhe tha, ky quhet Sari Çakmakxhan, është mësues i biologji dhe nuk harroj as pak momenti kur tha, ky është më i përgatitur se unë, sepse ka marrë plus 2 vjet shkollë më tepër se sa unë, diçka me të vërtetë që më dha një kurajë. Dhe për çudi që unë nuk e prisja, unë në fund të bankës edhe më ndigjoi gjithë orën e mësimit. Nuk e prisja. Kur mbaroi ora e mësimit, tash në këtë rast kur flet njeriu për vetveten e vet, do të dali detyrohet të dali nga modestia, më tha vetëm një fjalë, ti do bëhesh mësues i mirë. Këtë nuk harroj. Më pas kam kaluar në cikël shumë shkolla 7 vjeçare dhe 8 vjeçare si mësues biologji dhe kimi. Ndërkohë fillova dhe studimet në kimi industriale, deri në kimi industriale, të inxhinierisë kimi industriale në Atën, Mramje, Pashkëputi Kapura dhe mbarova dhe fakulteti për kimi industriale. Por gjatë kohës së mësuesisë unë marr ditët e para, shkollat e para dhe kam fotot tregojnë pikërisht gjurmët që kam lënë unë dhe kam disa foto. Këtu kam foton e parë
në shkollën e Kuqe, ku kam pas nxënës të ndryshëm, në shkollën e Kuqe, nxënës të ndryshëm që kanë lanë ndodhen në një orë praktike me sa orësi praktike, në teren, orësi praktike në teren. Këtu në shkollën e Kuqe majmen nxënës të cilët kanë lanë dhe ato gjurmë. Të gjithë nxënësit janë bërë dikushi mirë. Dikushi. Unë për shembull mund të përmend Jorgo Papingin, që tash moshën gati, më fal Jorgo, rreth 73-74 vjet. Edhe është, ju e dini që është një prozator shumë i mirë për këngët e ndryshme. E kështu me radhë mund të përmend shumë emra të tjerë, të cilët janë bërë mjek, janë bërë inxhiniera dhe kanë pasur një karrierë të pasur. Profesor, krahas këtyre brezave të nxënësve që nga dora juaj kanë dalë shumë nxënës, të cilët janë bërë dikush në jetë, në fusha ndryshme të jetës. Mund të bëjmë dhe një omazh për brezat e kolegëve tuaj ndër vite. Cilët ishin ata? Si punuat ju me ta? A ishit, sa idealist ishit ju? Të kuptoj. Në kolegët e mi, unë përveç shkollave të ndryshme që kam ndjekur, dhe po rikthehem dhe një herë, është interesant dhe kjo foto, sepse kam dhënë dhe mësim punë në fillim fare, duke marrë drasa me dru, dhe ashtu e fillova karrierën time. Biologji, gjeografi, mësues punë me dru, të edukimit ushtarak me LKA, e tjerë, pastaj fillohen në degën e kimisë që unë nuk u ndava nga kimia që e pata me vërtet pasion. Me që se më pyetët fillimisht për kolegët, kam foto të kolegëve të mi në për shkolla të ndryshme. Kjo foto këtu? Kjo foto këtu është një foto në gjimnazin që Marsafa. Drejtoresha është Sadete Quçi, që e cila ka gati të themi 6 muaj u nda nga jeta, një drejtoresh, një femër e fort, e hekur, që ka ndonjëherë nxënësit e krahasoshin me teçe, por shumë korrekte, unë ishe zëvendës drejtor, që ndodhem atje. Plus këtu ka dhe mësues të tjerë shumë të digjuar, të cilët kanë lanë breza, kanë lanë gjurmë në brezat shqiptare. Është edhe një foto pak e vjetruar. Po profesor, foto që do na tregonit? Po, është edhe një foto që ka të vërtet vlera, të themi dhe historike, sepse me këtyre një pjesë trashin nuk ndodhe me stres, po janë emër mësuesish të ndigjuar. Këtu në këtë foto unë shoh drejtorin, Zeqiria Hatibi, që është akoma. Pastaj kemi Sami Kotheren, që ose keni ndigjuar, ka qenë një profesor i shkëlqyer i anglishtës Thanas Shkurti, Namik Cami, profesor i fizikës, e kështu me radhë, shumë, do me thënë se është kjo foto, që ka ndalë në shkollën Vasil Shanto, këtu në Tiranë, ka qenë një shkollë 11 vjeçare. Nuk ka treguar në operatorë? Patjetër. Atëherë këtë është një staf në cilën shkollë keni punuar në këtë foto? Në shkollën Vasil Shanto, të kryeqytetit. Rreth çfarë vitesh bëhet? Rreth viteve 60-62-shit. Pastaj kam kaluar në gjimnazin që Marsafa. Me që se juve më kërkuat pikërisht edhe një në retrospektiv, unë mund të tregoj edhe disa foto që kam me të vërtet vyra. Është një foto shumë interesante që brezët të tanishëm edhe mund nuk e kuptojnë. Një foto në edukimin fizik ushtarak, ku në Pical mridheshim dhe bëheshim stërvitje ushtarake. Këtu jam unë si komandant i gjithë këtyre maturanteve. Këtu është në drejtori për anën ushtarake dhe po paraqisim forcën. Në atë kohë bëshim edhe zborët ushtarake, bëshim aksione të ndryshme, shkojshim bashkarisht. Kurse këtu kemi disa foto të tjera që janë të maturave të ndryshme, të gjimnazit që Marsafa, ku jam lartë mësuesi dhe unë si zëvendës së këtyre dhe nxënës të ndryshëm, që edhe këto gjatë jetës së tyre kanë lanë shumë mbresa. Përsa e përket aktivitetet të tjera që kam bërë në gjimnazin që Marsafa, mund të dalem edhe në disa aspektet të tjera. Në një gazetë të Zërit të Popullit, është një titull shumë interesant. Shpërthen mendimi krijues dhe shpirti praktik realizues i kolektivit mësues-nxënës në shkollën që Marsafa. Flitesh për
në atë kohë insistonte, si mas direktivave të partisë së thershme, që në shkollë mos bëhesh vetëm mësimi, po të bëhesh edhe edukimi fiziku ushtarak edhe punë prodhuese. Në gjimnazin që Marstava u hap edhe një libër për punimin e qelçit laboratori, ku nxënësit merreshin me praktikën e prodhimit të qelçit. Në këtë foto është shumë interesante sepse u morëm edhe me përgatitje në atë kohë që nuk importoheshin lodat e zbukurimit të pemës së vitit të ri. Ja këtu kam një relik që e kam mbajtur qysh në atë kohë që e kemi prodhuar në gjimnazin e Marstava nga nxënësit për pemën e vitit të ri. Kontributi juaj në arsim nuk ka të bëjë vetëm me mësimdhënien, por ka të bëjë edhe me përgatitjen e teksteve dhe programeve shkollore. Na flisni diçka më shumë për këtë faktor. Shumë e drejtë. Po. Rreth viteve, po, 70 u aktivizova nga ana e shtëpisë botuese të librit shkollor për si autor tekste, duke pasur një përvojë dhe një emër që më kishte dalë në atë tip, sepse në atë kohë bëheshin konferenca pedagogjike, këtu kam për shembull ftesa të ndryshme, sesione shkencore, konferenca ku kam marrë pjesë dhe me tema dhe me kumtesa të ndryshme, dhe më aktivizua si mësues, jo vetëm si mësues, por edhe si bashkëautor tekstesh. Ky është teksti i parë që kam nxjerrë në Fëmia e klasës 8. Po, klasës 8, me një bashkëautor tjetër që quhesh Adi Kovaçi. Ky është ja ku e kemë emrin dorë sa çak Maglan kimi atë. Më vonë kam pasuar shumë tekste dhe këtu janë gjithë këtu. Po, ky është teksti i parë i mësuesit, për mësuesit, edhe ky është një libër shumë interesant, sepse mësuesit në atë kohë kishin nevojë për udhëzime metodike, shkencore, dhe këtu koncentrohesh, përqendrohesh në gjithë dijet që duhet të mësoni mësuesi me metodologji. Po. Këtu pastaj kemi kimi të ndryshme, kimia klasës së 8, dhe kjo kimia klasës së 8 ka një histori më vete. Në fillim filluam të fusim konceptet të strukturës atomit për herë të parë në shkollën 8 vjeçare, konceptet e strukturës atomit, oksidoreduktiv, disa koncepte që bëheshin përpara më lart, në shkollat e larta. Po, artikuj të ndryshëm në mediat e kohës, profesor, keni marrë pjesë edhe në konferenca pedagogjike. Po, në konferenca pedagogjike, këtu kam për shembull një sesion shkencor, thot, mbi harmonizimin e 3 komponenteve, mësim dhe kam emrin tim që flet probleme të harmonizimit, në kumtesë jam unë, Shakmargjan, për problemet harmonizimit të lidhjes së mësimit. Kumtesa që keni mbajtur është përvetësimi i bazave shkencore të prodhimit, aspekti i rëndësishëm i lidhjes së lëndës së kimisë me prodhimin. Po kështu edhe në artikuj të ndryshme që kanë shkruar në Zërin e Popullit, në gazetën Mësuesi, në gazetën Zëri i Rinisë, në gazeta të ndryshme të kohës, duke folur për tekstet, për veprimtaritë e nxënësve, për eksperimentime të ndryshme. Është një artikull shumë interesant se unë jam marrë më tepër edhe me gatitjen e reaktiveve kimik në shkollë, nëpërmjet nxënësve duke eksperimentuar, sepse këtu në Shqipëri kishte një bazë të mirë industriale kimike, prodhohej acid sulfurik, acid nitrik, kështu me radhë, acid kloridik e tjerë, dhe deri në atë kohë importoheshin këto. Me mendimin dhe me punën shkencore që kam bërë së bashku me nxënësit, kam shkruar një artikull për sigurimin e kimikateve shkollore në vetë këtë Zëri i Popullit, që është këtu, dhe mbi bazën e kësaj Ministria e Arsimit vendosi që në Durrës të hapet një repart për furnizimin e shkollave me kimikate të vendit, duke i ambalazhuar sepse ato i plotësoshin gjitha kushtet teknike për të përdorur në shkollë. Tani, fatkeqësisht, këto janë shkrirë dhe importohen të gjithë kimikatet. Profesor, pyetja e fundit për këtë pjesë parë që jemi së bashku. U shikoni gjithë këto botime, libra, pjesëmarrjen në konferenca shkencore, botime në mediat e kohës. Keni një rezume për veten tuaj? Ç'mendoni? Keni kontribuar shumë, pak? I dinit këto vlera, sot i nxorët më në fund për t'i treguar për emisionin gjurmët? Po, është një kontribut modest, është e drejta, është një gjurmë që kam lanë, edhe njeriu kur i kalon mosha, kur i shikon, më kujtohet shpreha e një shkencëtari të madh, Lamarckut, i cili është marrë me biologjin, kur i shifte, po ishte shumë më i vjetër, i thonte, kush i ka bërë këto gjitha, sa punë të mirë pas ka bërë. Unë nuk e thonë këtë domethënë, por sidoqoftë kam kontribuar dhe takoj nga ndonjëherë disa mësues të vjetër, nuk dua që të ul tekstet e reja të tanishme, po më thonë që tekstet e vjeta ishin tekste të mira, domethënë.
një kënaqësi dhe i satisfaksion. Plus, kënaqësia më e madhe është email-et dhe mesazhet që marr nëpërmjet Facebook-ut nga nxënësit, ish nxënësit e mi, të cilët më kujtojnë qoftë për rastet e lindjes time, për vjetorëve të mirë, dhe më kujtojnë edhe disa teka që kishe unë në orën e mësimit dhe më duan shumë dhe më respektojnë shumë. Shpesh takoj rrugës dhe gjithë që kanë edhe poste të ndryshme dhe më respektojnë. Kjo është një kënaqësi e madhe. Me një fjalë, mësuesi lën gjurmë shumë në jetën e tij. Siç është edhe mjeku, nuk duhet përvesh edhe profesione të tjera, po mësuesi ka të bëjë me qenien njerëzore. Kjo gjë e bukur. Po, profesor Sari, faleminderit për këtë pjesë të parë që morë pjesë në emisionin Gjurmë. Në pjesën e dytë do të jemi përsëri me ju dhe do të flasim për një tjetër pasion dhe dashuri tuaj në arsim, për themelimin e Didakt Albës. Po. Atëherë, si lindi ideja, pasioni për të krijuar këtë kompani, Didakt Alba, që t'i shërbej përsëri me materiale didaktike arsimit shqiptar? Qartë. Tani, mas me rënjën e monizmit, me ardhen e demokracisë, filloi të trokasi në derë dhe ekonomia e tregut. Po, unë ishe punonjës, përveç se kam punu si pedagog dhe si mësues në parë e për shkollat në vjeçare, në gjimnazet, kështu, kam punu dhe si pedagog pranë Universitetit Shtetor të Tiranës në degën e kimisë së përgjithshme, kam punu dhe në Institutin e Studimeve Pedagogjike ku jam marrë me programe dhe tekste, dhe më pas në Byron e Studimeve të Mjeteve Didaktike. Në Byron e Mjeteve Studimeve të Mjeteve Didaktike që ishte në atë kohë, ne punojshim dhe eksperimentoshim projekte të ndryshme për ndërmarrjen e mjeteve mësimore që funksionon dhe atje kishte mbi 1000 punëtorë të cilët punonin për arsimin. Se pjesa më e madhe ishte ajo ideja që të siguronim të gjithë dhe me revolucionit tekniko-shkencor. Mas në vitin 95 fillun të degradojnë këto ndërmarrje shtetërore, u mund ndërmarrja mjete mësimore, kështu me radhë byroja e studime u shkri. Atëherë më lindi mendimin që shkolla ka nevojë gjithmonë për mjete. Dhe gjithë këtë eksperiencë që kishe në fushën e didaktikës, si specialist didakt që isha atje i emëruar, më erdhi mendimi që duhet hap një firmë që të furnizojmë shkollat me mjete. Kuptohet që kjo firmë do të bazohesh kryesisht në eksportin, por edhe në prodhimet tona, edhe në importin dhe në prodhimet tona. Një pjesë në fillum, po hapëm dhe një repart qelqi, dhe për kimikate fillum ambalazhimin e tyre duke i pru nga importi me sasi, si mas sasive që i nevojë të shkollave, dhe krijuam atë firmë që i vu me emrin Didakt Alba. Këtu pikërisht profesor jemi në zyrën qendrore, ku keni ekspozuar një mori. Materiale didaktike. S'mund ta flisni për këtë makro laborator që keni ju këtu. Nga fillojnë mjetet tuaja që prodhohen? Nga kush lënë deri në një tjetër? Fillimisht u mora me përgatitjen e standardeve që ka nevojë shkolla për lëndë të ndryshme. Krijova dhe katalog të ndryshëm, të cilët i kam këtu, katalogën e lëndëve për kimin, ku ka përmbajtje laboratorike, po për shkollat nënvjeçare dhe të mesme, çfarë duhet përmbaj, pak a shumë. Po kështu katalogun me bashkëpunëtor, këtë e bëra vetë, këtë e bashkëpunëtor të ndryshëm të fizikës, didakt, profesor të ndryshëm, dhe ku specifikohet dhe tregohet për çfarë përdoret ky mjet e tjetër që mësuesi ta zgjedhë në morinë e mjeteve që duhet. Të rikthehemi përsëri ke material didaktike, profesor. Tu kemi në sfond pasnesh kemi një mori material didaktike. Fillojmë nga kimia, anatomia, geografia. Mund na i tregosh pak më konkretisht? Çfarë prodhoni ju dhe çfarë merrni nga importi? Për sa i përket kimisë, ne prodhojmë disa aparate pak specifike që nuk prodhohen jashtë. Domethënë, sipas teksteve tona ka disa aparate të thjeshta për kimin, siç është për përdorimin e nxënësve, aparat që është pikërisht këtu në katalogun e kimisë, të cilët janë improvizuar nga ana jonë me mendimin ton krijues. Kemi një repart mikroqelqi për prodhimin e këtyre, ku këto aparate të thjeshta, të gjitha këto, po të shikoni, po të improvizuar me disa tuba të cilat shkojnë në përshtatje me programin e tekstit e kimisë, i kemi prodhuar vetë. Aparat KIP. Aparati KIP, po të shikoni, kjo është aparati KIP, ky importohet. Është një aparati madh KIP dhe është baza. Jo, këtë jo. Kam prodhuar këtë që e kam improvizuar aparati thjesht KIP. Dhe
Ky aparat po përdoret, ka probleme që përdoret vetëm për mësuesit, ka se nuk përdoret sepse ka nevojë për shumë substancë, një, ka rrezikshmëri, dy. Kurse një aparat i thjesht po përdoret dhe nga nxënësit, ky është një aparat që ka bërë dhe uzusin e tij përkatës dhe është tamam fruti i mendimit krijues i didaktalbës, të themi. Kush është kapaciteti i didaktalbës për furnizimin e shkollave me këto pajisje didaktike? Neve për qytet apo në tjerë? Po, neve nuk bazohemi kryesisht pjesa ose pesa specifike më e madhe e furnizimit të shkollave vjen nga importi, të themi të drejtën, sepse ka aparate fizike, fatkeqësisht ndërmarrja mjekësimore që ishte prolonte një farë kohe, edhe ampermetra, voltmetra, aparate fizike të tjera, po megjithëse u mbyllën, si shumë industri të tjera që fatkeqësisht janë mbyllur, tash jemi detyruar të importojmë dhe kemi lidhje me shumë firma të ndryshme, Cilat janë të partnerët tuaj? Kemi firma të ndryshme, siç është firma për shembull, është firma 3B, është një firmë shumë serioze në Gjermani, në firma Paravia që është në Itali, ku ka kataloge të ndryshme, firma FIVE shumë serioze është në Gjermani, po. Kemi pas edhe firma të tjera, jo Fisher që ka lidhje me Amerikën ose në Angli, dhe lidhemi edhe me Kinën, sepse edhe Kina ka prodhime mjaft të mira për sa i përket mjeteve didaktike. Plus plotësohen edhe me udhëzues këto aparate. Kjo është shumë një punë e veçantë dhe punë specifike që kemi bërë neve që nuk i ka firmat e tjera, kjo është realiteti. Për shembull, në fizik krahas elementit galvanik ose kimik, krahas elementit galvanik që arqejmë, i qëmë dhe udhëzuesin për mësuesin për elementit galvanik që se si përdoret, sepse edhe mësuesit ka vështirësi. Profesor Sari, deri tani na fole për pajisje të didaktike që i përkasin lëndëve eksakte, pra shkencore, po për lëndë shoqërore, çu na flisni? Keni ju pajisje didaktike? Po, patjetër, po. Didaktalba nuk është përqendruar vetëm në aspektin e lëndëve shkencore, matematikës shkencore sistemi, por edhe në lëndët shoqërore, por dhe në harta të ndryshme të historisë, të gjeografisë. Ja, për shembull, këtu kemi albume për ciklin fillor ose parashkollor, për abetarës. Pastaj kemi disa albume për matematikën e klasës parë fillore, klasës dytë fillore, e tjerë, për numrat në parashkollore. Për lëndë shoqërore? Por lëndë shoqërore, që hynë në gjuhë edhe në gjuhën, ka dhe abetare, kështu më fani tabela të ndryshme dhe albume për gjuhën, sintaksën, morfologjinë e tjerë. Përveç saj kemi, si që shikoni, kemi dhe harta të ndryshme, të cilët i kemi të ekspozuar dhe në katalog të veçantë, si për shembull për lëndën e historisë, që kemi këtu, të historisë, dhe përveç lëndës historisë kemi dhe lëndën e gjeografisë, harta të cilët i kemi këtu të vogla në miniaturë, tabela për gjeografinë, harta për që të themi për gjeografin, për kontinentet, për Europën, për Azinë e kështu me radhë, për historinë, për gjithë ekonomike, po, sakt. Për historinë kemi harta që fillojnë qysh nga luftat e parahershme, etj, nga Bizanti, etj, deri në ditët e sotme, në luftën e dytë botërore, etj, sipas programeve. Në gjeografi është interesant që kemi hartë që shkojmë sipas programit. Për shembull, Shqipëria në disa vende, në gjeografi mësohet së bashku me Kosovën. Kështu që kemi improvizuar një hartë Shqipëria dhe Kosova dhe vendet etnike, domethënë ku paraqitet edhe pjesët të tjerë të pasurive minerale që ndodhen në Kosovë bashkë me Shqipërinë e kështu me vendet të tjera. Dhe së fundi duhet të nënvizoj dhe një gjë tjetër për sa i përket didaktalbës, që një punë e mirë është bërë dhe me disa projekte që kemi organizuar me fondacione të ndryshme, me OJC të ndryshme dhe shkolla private të ndryshme, të cilët kanë pas nevojë jo vetëm për të themi furnizimin e shkollës, por edhe për trajnimin e mësuesve. Faleminderit profesor. Së fundmi në emisionin Gjurmët është bërë traditë për ne që personazhin kryesor ta pyesim dhe për origjinën e tij, pra na flisni pak për familjen tuaj, por edhe për babain tuaj. Nënën tuaj. E dim që jeni me origjinë nga Armenia. Na flisni pak rreth anat si u ndodhet kur u ndodhet në Tiranë dhe si u gjendet me Tiranës. Si bashkëtuat me ta? Po, shumë e drejtë. Po të ktheni kamerën nga ana e majtë, ju shikoni këtu një kënd që është një kënd me disa libra
dhe dy flamur, një Mund të flamur filmojmë më shqiptar, pas, po. një flamur shqiptar dhe një flamur armen. Origjina ime, unë quhem Xovasa Çakmakxhan, dhe kam të gjithë ato mbiemrat që kanë bitë pra pastesën kanë gjithë origjinë armene. Dhe origjina ime është armene. Si u gjendët ju me Tirana? Është shumë interesant ardha e babait tim. Po të marrim këtë albumin, nëse mund të më falni. Në këtë album po të shikojmë, ja ky është babai im dhe pikërisht po të shikoni një pjesë është disa foto që tregojnë për përpunimin e zorëve të aktive. Është interesant ardhe e babait tim këtu. Ka qenë në Greqi, mas Turqisë, Armenisë, erdhi në Greqi dhe kërkojshin punë. Vinë këtu në Larisa, afër, dhe takojnë disa shqiptarë, po në gjuhën turqish, në vitin 1920 të themi, dhe pyesin, thonë, zorët e aktive, që bëjnë në Shqipëri? Qeshin, shqiptarë thonë, i hedhim qenve dhe bëjmë kukuret. Pikërisht mendimi krijues dhe insistus për të hapur një bisedë për përpunimin e zorëve që e kishte trashëguar nga patani i tij, i dinte dhe babai i tij bashkë me dajneve dhe vinë këtu dhe bëjnë disa kontrata, ja kam një kontrat që shikoni me ato që theshin bakti në thërtorën e baktit, dhe të gjithë zorët vend që t'i hydhshin, ose t'i epshin qenve, i mershin, i lashin, i pastoshin dhe i seleksionoshin për t'i bërë për çfarë? Për t'i bërë salam, sepse fillojshi i fuqin në përfuqi, ka një teknologji të veçantë të thjesht shumë artizanale, dhe i drejtoheshin eksport për salam. Në Hungari, babai i shkonte në Hungari që kërkesoi vende të tjera për t'i shitur. Përveç saj zorët dorën edhe për katgulti thonë. Ato telat e operacionit, të hall, kur bëhet operacion, përpara bëheshin dhe tashim duket prej zorë, sepse ajo kalbet pastaj dhe iket. Raketat e tenizit bëheshin prej zorëve në atë kohë, nuk ishte plastik, plasmaset. Po kështu, litarët e trash të vaporeve, që prej zorëve të trash, kështu me radhë, telat e violinës bëheshin prej zorëve, kështu që filloi një farë, si thuaç, mikroindustri për punimin zanati që babai u mor për një kohë. Pastaj rast tjetër interesant, siç e tregojnë foto, është ardha këtu në Tiranë në 33, se deri tash ishte për qytete të ndryshme që organizonte këto punishtet. Në Tiranë, për herë të parë, një paradoks për tiranësit e vjetër që kafen e pjekshin në shtëpi, edhe e brushin në shtëpi, dhe ishte, si thuaç, e pa imagjinueshme që të hapesh një dyqan ku të piqe dhe kafe dhe brush. Ja për shembull këtu kam një foto. Po, filloi të marrë dhe është interesant iniciativat gjurmët, edhe baba im ka lanë gjurmë, si gjithë armët të tjerë, sepse mund të hapem dhe për armët të tjerë, që kanë qenë dentista, doktor, mjekë të tjerë, ose specialistët të ndryshëm. Baba im mori, u porositi tek ato që përpunoshin gur, një kavan të madh prej guri, me një dybek që i theshin, mori këtë një farë, si thuash, një pjesë për pjekjen e kafeve dhe filloi të pjekë dhe të bluj kafe mund në mes të Tiranës, këtu afër ku është kjo qendra këtu. Ishte një dyqan i vogël, e mori me qeraja, dha fillimisht e ndihmoi shumë një Islam Deliu me origjinë tiranëse, pa pagesë fillimisht, dhe për kafen ja dhaj se ishte ekonomikisht shumë ulët, edhe nuk e harroi atë familjen Deliu, dhe fillimisht filloi të pjekë dhe bluj kafe. Tiranësit mblidheshin, habiteshin, duke marrë 100 gram dhe filloi për herë të parë të tregtojë kafen siç tregtohet tash në shumë dyqane që prodhohet kafe, babai im në kapi. Dhe në sa të kësaj, me djersën e tij duke punuar ditë e natë dhe me zorët me këtë, ndërtoi një shtëpi. Unë vetë jam kur më pyesin dhe më thonë ti ke origjinë armene, po çfarë je më shumë armen apo shqiptar? Përgjigjja ime është 100% armen dhe 100% shqiptar. Jam një armen i vërtet dhe një shqiptar i vërtet. Po fëmijët tuaj, profesor? Fëmijët e mi, po. Ku dallojnë? Ku punojnë? Fëmijët e mi, kam 2 djemë, njëri është hyri në ambasadë në moshën 19 vjeçare, në ditën që ndodhi ajo sulmi i parë i ambasadës gjermane ku hyri ai kamioni, atë natë ka hyrë ai, ishte në fakultet për gjeologji e kishte nxjerrur dhe pastaj iku në Gjermani dhe vazhdoi shkollën për biznes atje. Vazhdon në Gjermani? Po, vazhdon të jetojë në Gjermani, është martuar me një shqiptare që e kishte shoqe klase, ka 2 fëmijë, të cilët ato janë këtu, por kanë ushqimin, si thuaç, edhe të
ushqimin armen, po edhe ushqimin shqiptar, sepse ka ndoje vinë këtu dhe ne lidhemi gjithmonë me Skype. Sa djali tjetër? Djali tjetër ka marrë juridikun, punon këtu, ka punu gjithmonë bashkë me mua përsa i përket firmës, si manager i firmës Ditak Talbës, dhe me këto probleme është marrë, dhe ajo ka 2 vajza, i ka më të vogla, të cilët me japin një lumë të rritë pa parë. Unë i kam pagzuar fëmijët gjyshit, niprit dhe mbesat, i quhen shpesher, bizedojmë, na lodhin, na shplodhin, unë thomë, lodhja që na shplodh. Do më thanë, niprit dhe mbesat janë lodhja që na shplodh, se kur vinë gjithë gëziu dhe ne gëzomim, po kur hikim edhe gëzomi pa kuptimin, sepse e njëjmë vetëm të lodhur me ta. Po na hapi kënaqësi pa. Profesor Sari, unë të uroj sinqerisht për këtë rrëfim të sinqert që bëre për emisionin Gjurmën dhe shpresojmë që edhe në të ardhmen ju dhe familja juaj Çak Makxhan të lini gjurmë në historinë e Shqipërisë. Faleminderit shumë. Të nderuar të shikues e emisionit Gjurmët, tu i ka ardhur fundi i emisionit ton për ditën e sotme. Ju kujtojmë se folëm për mësuesin e merituar Zova Sar Çak Makxhan, ose Sari, si thrasin të gjithë në kryeqytet, por edhe në Shqipëri. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Mirupafshim në një emision tjetër.